përjetuar ngjarjet e Kosovës. Dhe kanë qenë ngjarje me ngarkesë të jashtëzakonshme. Unë kam materiale filmike, kam pas filmuar edhe vetë, për atë genocid të për atë shpërngulje me dhunë të popullsisë, dhe në atë kohë, mirë menaxhimi i tyne për t'i vunë autobuse nuk lejoshin me armë zetore në qafë mali, se ishte pa mundme, për t'i shpërndarë nëpër Shqipëri, por ne kishim probleme që dilshin qoftë kriminal, qoftë mashtrus, duke u shtirë sigurisht në TUÇK-s dhe u merrshin lek kosovarëve rrugëve. I thoshin ti zbrit tu do vish me UÇK-n. I thotë mos zot, i thotë unë kam paguajt taksën UÇK-s, jam pajisor, nuk kam familje, nuk mundem me marr pushk, andaj këtej edhe e bëjshin me paguajt lek. Dhe ne jemi marrë shumë me këto, sepse kuptohet lufta i ka. Gjitha. Nuk është se po bëjnë një jo me qartë, në luftë dalin dhe sharë ata. Ne kemi ushtruar kontrolle, po të tham rrugën Kuks, deri në Rshen, deri në Rubik, njëherë, e kemi pas bë me grupe, me makina civile, me makina policie, sepse kishim problem edhe me grabicit, kupton, por edhe me mashtrusit,